Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë, rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu me disa udhëzime dhe këshilla që dalin nga rasti që kemi filluar me trajtuar në takimin e kaluar. Jemi në serinë e ligjëratave që kanë të bëjnë me disa udhëzime nga shembujt dhe rrëfime që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që neve na mësojnë si me i dalë këtë botë, po edhe si me i dalë në botën tjetër. Njeriu në këtë dunja zakonisht ballafaqohet me probleme, nganjëherë i mbyllën rrugët, nganjëherë në situata të vështira, sprovohet me të pakëndshme. Andaj për njeriu është shumë e rëndësishme me ditë se cilat udhëzime duhet me i ndjek për me i dalë. Krejt njerëz përpiqen me i dalë, po jo të gjithë i dalin. Andaj këto rrëfime që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë pikërisht në shërbim të kësaj çështje, në shërbim të besimtarëve, njerëzën përgjithësi si ata me i dalë. Po dyshim se borxhi është një ngarkesë e madhe, është një barr. Po edhe fjala e dhënë është një barr, që njeriu duhet me ditë si me i dalë e me majt fjalën, si me i dalë e me majt premtimin që e ka dhënë. Nga se premtimi i dhënë të nderuar vëllezër për besimtarin është obligim. E ka dhënë një premtim, duhet i përmbahet. E ka dhënë një fjalë, duhet atë fjalë me mbajt. Për faktin se ati që i ke premtu, ati që i ka dhënë fjalën, ai pret. Ndoshta në atë fjalë që ti e ke dhënë, ai ka ndërtu planet caktuara. Ndoshta ai ka llogarit se me atë që i ke premtu kryen një punë caktuar. Andaj në mos përmbushje të premtimit dhe në shkeljet e fjalës dëmtohet vëllaut, dëmtohet pala tjetër që ti ke premtu. Prandaj besimtari është i kujdesshëm me fjalët e tij. Është i kujdesshëm në premtimet që jep. Nuk jep premtime boshe, nuk jep fjalë të kota, por i menon mirë. A ka mundësi me zbatu, a ka mundësi me u përmbajt, nga se e din se për fjalën e dhënë ka me dhënë llogari për Allahut të mënduar. Në rrëfimin që kemi filluar me trajtuar në xhumën e kaluar, ju kujtohet me siguri njeriu i cili kishte pas nevojë për borxh, i ka kërkuar një vëllaut vet borxh dhe nuk ka pas as dëshmitar as garantues. Dhe i ka thonë, Allahun e kom dëshmitar se kom e t'i kthy, dhe Allah është garantuesi se kom e t'i kthy. Dhe Allah është dëshmitar se i ka marrë parat, nuk e mohoj borxhin, dhe Allah është garantuesi se kom e kthy borxhin. Mirë po ditën kur ka pas me e kthy borxhin, ka pas val në lum dhe nuk ka pas anije që ka bardh njerëz nga një breg në bregun tjetër. Ai ka pasur me shku në bregun tjetër për me la borxhin. Dhe ka pas arsye, megjithatë, fjala e dhënë për të ka qenë e detyrueshme, andaj me një dru i ka lidh parat, i ka mbështjell edhe i ka thonë Zot, o Zot, unë i kom premtuar se sot kam ia la parat, ti je dëshmitar se unë i lëshova parat që ati me i shkua. Edhe ka dashur Allah i manduar që pikërisht ati ka shku parat, edhe pse ai nuk e ka ditë fillim. Por Allah xhallahu ala e ka çunë vën njerit fjalën e dhënë nga se ka qenë i sinqert. E detajat e këtij rrëfimi që kemi përmendur në shpalosën e rrëfimit në xhumën e kaluar. Dhe kemi thënë se besimtari ndërton raporte me tjerët dhe punët i rregullon mbi bazën e marrëveshjeve, jo mbi bazën e vetëm, domethënë, nisjeve të pa marrëveshje, nga se pasaj ka mundësi me pas edhe konflikte dhe probleme. Prandaj, edhe në çështjen e punës, edhe në çështjen e martesës, edhe në çështjen e borxhit, në shumë aspekte, besimtari gjithmonë është i kujdesshëm që këto t'i shënon, t'i bën me dëshmitar, me marrëveshje, nga se bëhet fjalë për hak të njerit, e muslimani është i kujdesshëm në
ruajtjen dhe përmbushjen dhe kujdesin ndaj asaj që i takon dikujt tjetër. Nga dobi që i marrim të ndërrullazër edhe nga ky rast në vijim është ruajtja e imazhit të besimit, ruajtja e emrit të Allahut të mënduar. Në ky njeri i ka dhonë premtim në emër të Allahut. I ka thonë Allahu është dëshmitari jam. Allahu është garantuesi se ka me t'i kthy parat. Kjo është më e madhe se me qenë garantues kush e di kush për njerëzve. Kjo është më e madhe se kush e di kush me qenë dëshmitar. Andaj njeri kur e ka dikon dorëzan, kur e ka dikon dëshmitar, dhe më thonë ngushtohet për ti se e ka përdor, e ka dhënë fjallën, a i bëhet pastaj shkak që ky i zbaton premtimet ose i qënë vend fjallet, për shkak se autoriteti i garantuesit apo autoriteti dëshmitarit e bën që me qenë i kujdesshëm në fjalët e tij. E a ka për musliman autoritet më i madh, më i rëndësishëm se Allahu xhallahu ala? Padyshim se nuk ka. Autoriteti më i rëndësishëm për musliman është Allahu xhallahu ala. Emri më i madh për musliman është emri Allahut azza wa jall. Prandaj besimtarit tenton që maksimalisht me rujt këtë emër, mos me shkel këtë emër. Në veçanti kur ky emër përdoret edhe në betim. Veçanërisht. Kur thot muslimani pasha Allahun, o krye punë, pos deka, ose kush që di çfarë arsye madhe, nuk e shkel kur betimin e Allahut azza wa jall. Nga se shkelja e betimit është nga gjunat e mëdha. Është gjuna i madh. Prandaj të ndërvozë jo rëllë në praktikat e njerëzve gjejmë që njerëz betohen. Fjalë goju ka po, pasha Zoti, pasha Allahu, pasha Zoti. Mos bëbin Allahun azza wa jall. Nuk duhet me bo zakon me u betu në Allah xhallahu ala. Nga sa ajo është për raste të jashtëzakonshme. Njerëzit duhet me mësu, me i besu njëri tjetrin pas fjalës. E betimi është për diçka shumë të veçantë. Kur diçka një duhet shumë me garantu se kimi u përmbajt. Ama që betimi të bëhet rutinë, fjalë goje, çdo të fjalë pasha Zoti, kjo nuk është e ndershme, kjo nuk është e duhur. Kjo është padyshim rrezikim që me shkel emrin e Allahut edhe me shkel betimin e Allahut xhallahu ala. E shkelja e betimit të Allahut azza wa jall, padyshim sikur të thash është gjuna i madh, është për mëkate të mëdha. Për këtë arsye muslimani nuk betohet. Muslimani është i sinqert, është i besueshëm me fjalën e tij. Nuk ka me u betu. Mirë po nëse e kërkon situata për rrethona të caktuara, po betohet. Mirë po, jo çdo dytën fjalë të ketë betim. Për faktin se nëse nuk i besojmë njëri tjetrit për se duke u betu, ku jetë besueshmëria atëherë? Ku jetë nderi, ku jetë karakteri i çdo kujt për njerëzve? Nëse për shembull nas në sens i besojmë, ja, ti bën be. Edhe nëse më thjeshta, çka tregon kjo? Kjo tregon se besueshmëria, domthonë e njerëzve në këtë vend ka ra në nivel më të ulëmundshëm. E kjo është shqetësuese. Njerëzit duhet me qenë të besueshëm, duhet me qenë sinqert, e duhet me qenë të vërtetë në fjalët e tyre. Ndërsa betimi është për gjështje sikur thash të rralla. Edhe nëse ndodh, për shembull që s'ka mundësi me i dalë fjalë, e thirr para kohe. Dhe i thot fal, jo mbetuat ku më thon. Më ka dhënë situate pa parashikueshme, pa planifikueshme, ama bën Allah, a ka mundësi me shtyp, do kërkon mirë kuptim për faktin se ja ka dhënë njerit fjalën, madje edhe je betu se kimi i dalë fjalë njerit të caktuar. Prandaj kjo është një udhëzim me rëndësi të ndërvëzër, ndaq me i dal njët në kësaj bote, ki kujdes me emrin të Allahut. Nga se nuk ka krizë më të madhe për njerin se me shkel betimin e Allahut azza wa jall. Se njeri domthon me shkel fjalën e Allahut xhallahu xhallahu. Kjo është shumë e keqe. Kjo është shumë domthon e tmerrshme dhe e frikshme për njerin ditën e gjykimit. Gjithashtu të ndërvëzër nga mësimet që i marrim këtu është edhe një pjesë shtojës e kësaj që muslimani edhe pse nuk betohet, sikur që thash duhet me rujt emrin e Allahut dhe duhet me rujt betimin e Allahut xhallahu ala, edhe nëse nuk betohet, ai duhet me rujt imazhin e besimit. Ai duhet me rujt besueshmërinë e besimit.
Nga se njerëzit mund me të besu për faktin se je musliman, për faktin se falësh, ky shkon xhami, ky nuk mashtron, ky u kon haxhi, ky nuk mashtron, ky është besimtar i devotshëm, i rrin gati fesë, nuk mashtron. Apo mund të jetë një motër muslimane, kjo është e mbuluar, kjo është e ndershme, kjo është e mirë. Andaj njerëzit besojnë mbi bazën e fesë. Na duhet me qenë shumë fish më të kujdesshëm për shkak të besimit që kemi. Me rujt vërtetësinë e besimit, me rujt besueshmërinë e njerëzve tek njerëz besimtar. Nga se keni pa njerëzit, pak dikun një besimtar me boni shkele, çka thonë? Që edhe këta që përshkojnë xhami çka po bojnë, që edhe këta, ajo është e padrejtë. Padyshim, qasja përgjithësuese, gjykimet e përgjithshme janë të padrejta, nuk ashtu është e padrejtë me bë. Se një njeri që vjen në xhami, ku e dim na çka bojnë njerëz që vinë në xhami? Sa ka njerëz në xhami që vinë, po nuk i njohim, vjen del çështje e tij personale. Megjithatë njerëzit qyr me na përgjithësuar. Që apo muslimanët. Kjo është e padrejtë. Kjo është e padrejtë. Nga se çdo kush është përgjegjës individualisht për veprimet e tij. Individualisht. Çdo njeri. Tash nëse një njeri në këtë xhami Allah na bën diçka, a mund të më thonë është fal të filan hoxha? Hoxha i ka faja? Çka ka hoxha faj për këtë punë? Ose çka ka faj për shembull me izini për këtë punë? A çka ka faj shoku i tij në xhami që me ta ka qenë? Për shembull. Prandaj këto përgjithësime të rrezikshme, madje janë tendencioze, edhe janë tulta dhe jo njerëzore, të padrejta. Mirë, po megjithatë na do të murojt. Na do të murojt që mos më jap askujt material as më minimal që dikush me i përfol besimtarët, Do të më qenë të kujdesshëm në sjelljet tona, në fjalët tona, në lëvizjet tona, me thonë që me të vërtetë i ka hije namazi, i pas ka hije shamia, i pas ka hije mbulesa, i pas ka hije haxhi. Me të vërtetë se sjellja e tij, korrektësia e tij, drejtësia e tij janë ato që e hijeshojnë më shumë edhe më tepër pas zbukurojnë dhe stolisin namazin dhe besimin e tij. Prandaj të ndërvozur, je musliman, ki kujdes. Ti nuk bën çka bojnë tjerët. Ti nuk flet çka flasin tjerët. Ti nuk sillesh që sillen tjerët. Ti ki identitet veçantë në besimin tonë, në sjelljen tonë, në edukatën tonë, nga se ti je musliman. Ti je musliman. Prandaj duhet mos sill sipas kodit të rregullave dhe vlerave tona fetare, me të cilat na ka mësuar dhe na ka udhëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga çështja më e rëndësishme që duhet të kemi parasysh të ndërruazër është se njeri duhet me kuptu shumë seriozisht çështjen e borxhit. Borxhi është një, domethënë, rrugdalje që i gjendet njerëzve në situata të pakëndshme. Çdo kush prej njerëzve ka mundësi me u ngushtu, ka mundësi me kalu në situata të vështira, prandaj duhet me qenë shoku, miku i tij, ai që i gjendet. Edhe rrallë gjenjeri që njët vetë kur si ka bova kja me marë bërqë. Ma dje edhe, ndoshta edhe rrallë gjonë dikon që si ka bova kja me dhonë bërqë. Njerëzit qështu e në përë, ti jep merë, a jep qështu, djeta qështu vazhdan. Mirë po, duhet besimtari me pas kujdes që mos me bo zakon me marë bërqë për gjithë shka. Mos me bo zakon me thonë dikut, a me qëto të ti këthejo në përë. Jo, me matë mirë, a janë për një me që më duhet, a bën pa që ata, bën, mos një bërqë. Borçi le të jetë dera e fundit që ti troket. Borçi dera e fundit që ti troket. Jo për gjithçka. Edhe kur do me trokita derë, me menu mirë. Qysh ja ke qit lapsin me këty këtë para? Na nuk e dim. Ai caktimi ndër të Allahut, ama te a din planifikimin që kemi këtë borçë. Ja bëj të qysh. Nuk ka ja bëj të qysh. Ja bën të qysh me para tua apo me para të huaja. Prandaj duhet të pas kujdes që borçi të mirët për çështje me të vërtetë që ka shumë nevojë njëri apo për gjëra të domosdoshme, jo për luks. Nga se të ndërvozër luksi kur s'përfundon. Wallahi këtë dunjë më çuvet jep borç. Ata miliarderë me të jep borç s'dalin. Me buni më uzhenu. Ja kush s'dalin apo. Prandaj njëri duhet me u kënaq dhe me u pajtu ma që ka qenë mundësit, që është të është jeta, puna me shtu ma mirë, po nuk boft mirë, mos u boft, knaqe me furnizimin e Allah Gjellewala e mos lakma, nga se shumë njerëz lakmi i ka qenë bërç, jo nevoja. Ka shumë njerëz që kanë në bërç për shkak lakmis.
hajtë të bëjë çto më mirë, hajtë të blini një telefon më të mirë, e ka bëllë të mirë, e hinë borç. Mos si borç. Borçi është barë. Kanë thonë dietarët e hershëm, borçi është turpi i ditës e gala e natës. Në natë ditë kur det djemarrë, ja kom parë borë borç, ditë ja kthej, aja kthej, është një fan marrë. Natë në shgale, e kthej më rëlla. E ke po ka njerë që jenë ndershëm, gjumi natës i merë për borç. Ka da, kanë borçe, po qa që rahat tjë, si mi pasat atjerë borçtina, hecë përzitit, jo, s'ban kështu. Musliman nuk ban kështu, musliman nuk unë ndershëm. Në pas gale se e ke marë mallë e dikujt, e ke marë, dhe më thonë, hakun e dikujt, prandaj besimtari është i kujdesshëm. Merë borç për nevojë, merë borç për zarë, po, dvynë, edhe ke qitë lapsën, me lena Allahut, njëri mi ka mu borç, mi këthen që atëre, e kam një farë pune, e marë rogën, kam me shqit një farë, qështut, e ki një farë kalkulimi dikon, e që ashtu po. Pa kalkulim, hajtë se bëhet, nuk ban për faktin se, pastaj borçi të ndërë vëzër, edhe e qëndi me u berrajshëm, edhe me rajt, e qënd me rajt, po Allah i s'ku mujt, Allah ku më harru, s'qel telefon, thu s'jem këtu, apo, pse këtu po ndodhe? Bëj për shkak borçave. A përshë, një borç të sjell 100 të tjera. Kërë që ndaq me konë, paq e rahat, mos merr borç. Përveç nëse ki nevojë. Normal, borçi është halal, edhe është i lejuar, mirë, po nuk duhet besimtari me e bë borçin, domethënë për gjithçka, të vogla të mëdha. Jo, i ki parët e tua qaq. Çato që është e jotja çështje, me çato sillon, me çto bëhet hesab. Mos bëhe sa po bëhe shpimi pare të halkut. Mija filoni, mija fisniku. Së tjep kërkush, ti njëre ndërtoje planifikimin të mbi kapacitet e tua, mbi mundësit tua. E qka deli ashta këso e ki nevoj, po ki me që ki arana gjinën për këtë punë. Ama kalkula që ki me i këthyja. Edhe mos ja premtime bësh, mos ja premtime të kota, me thonë, atë qka, ti këthej për një mujdit. Ti e ke bëhe sap një mujdit e këthen. Ndaj të ndërë pejgamberi sallallahu sallam e ka pas zakon, shiko, për me kallëzu se sa është borçi i rrezikshëm. Shiko, kur u dek qaj borçlia, pejgamberi sam, dini, a ju kon imame, a ju kon hoxha, a ju kon kejtë konaj. Edhe ju në radhit njerëz me a falë gjenazën. Ka thonë pejgamberi sam, barqja ka, a i ka dikujt barq, njëni ka mu mi ka të pare barq, s'mi ka la. Ka thonë pejgamberi sam, atëre falë një gjenazën një unë s'ja falja. Se është në deri madhë mja falë pejgamberi gjenazën, ka një falën një amonë s'ja falje. Dhe sa o da një ka një Rasulullah, me një rast të konë që shtut, një Ebu Katade u konë, ka një Rasulullah, unë ja loj borçin, veç falje amonit koftë. Borçi ti mi mu. Atër pejgamberi ka falë borçin, thot Ebu Katadeja, sa më ka pa pejgamberi më zeke, a ja loj borçin. Punë e madhë është. Kërë akum la, qka tha pejgamberi sam? Tha, elan beri dhe gjildu, që tash ju ka freskull kura, te ishtë tash në gazet po konë. Borçi është haki huj. Andë pëse kjo ka marrë përsipër me alo borçin. U kry, kjo ka marrë përsipër. Me gjithat, a i në varë në gazet po konë, disa kjo ka alo borçin e tina. Rëndaj të ndërvozë me pas kujdes. Edhe në këtë aspekt, do mon me ditë familjartë, s'paku dikush i afër t'i joti, me shënu dikon që ki barq, jo me dik, për shembull, a ka ndodh, o arë bërshtia të djemt, ka në vëllë në zim sen, po më ka marë paret, o la zim në sen kur gjë, edhe ka shku borqi si kur gjë e si o dik njëri, nuk ban kështu. Ajë në varë dënohet, vëllaj në varë ka gazep për borqi se ka lapë. Plus ditë gjukimi dënohet, andaj, me thonë djemve, me thonë tafë në qëra, filonja kom që ka që barq, ndodhë që ka imi njerë, shpirë, po bëhem, ku e din ti? Mush me dek. Andaj me di dikush se ti ki barqe, mas teje, nga trashëgimia jote, lahet borqe. Fetarisht, ndërëvëzër, nuk lejohet me marë hise kur kush, nga baba për shembull, ose nga kush kalon trashëgimi, pa e la borqe. Lahet borqe, ta në qka tjetë është për trashëgimtarët. Ama jo të shkimtarët i rahatojnë punë të veta, ky merr shtëpi, ky merr tokën, borxhlia prit me kishë tangoj, derisa ata të bëjnë me këtij borxhin. Haram është. Nuk ban. Mas pari borxhlis. Tani tjerë ato. Ç'kjo është feja jon? Për mi garantu kanë të drejtat e çdo kujt. Ai të kanë ndihmuar tu ka gjet. E ku në gusht kanë ndihmu. E tash me zhagit njërin rrugëve poshtë për borxh të vetin, për para të veta.
është marrë. Prandaj besimtar me koni kujdesshëm edhe borxhin me la. Madje edhe me kërku falje. Bile pejgamberi sa sem të ndërlozër ka qenë aq mirënjohës ndaj dikujt që ka dhënë borxh, që kur e ka kthy borxhin, ç'kjo është hisja jote, ç'kjo borxhit. Edhe i ka dhënë diçka ekstra, vetëm sepse më ke gjetë. Normal nuk bën në marrëveshje paraprake, me thonë për shembull, a më 1000 euro borxh, 1000 veç më kthen 1200. S'ban, kjo është kamat haram. Nuk ban kjo fajde që po shkatron shoqërinë tonë, fajdegjite, fajdet e problemet e kredive. Jo, s'ban, 1000 i ke marrë 100, i ke marrë 100 i kthen. Po ti me qef tonë ki qef me u gjet ati, a ban më dhon edhe një çokoladë me 100 euro ban më dhon. Për faktin se do më neru pse tu ka gjet. Po do më thonë që sa është, do më thonë, besimtari mirënjohës, edhe ja kthen borxhin, e jo njëri me zhagit me parat veta. Ose më vonu, ose sa ka njerë për shembull që hala, sa ka probleme në fusha ndryshme për shembull. Fusha ndryshme, ja ka marrë shtëpinë për banesë, u harrua fa punë, njëra latu u shëtit udhve me qira kurkun së banesa. I ka premtu për këtë punë, s'ka kurkun gjë. Ja ka marrë parat borxh, s'ka kthen kërkut kur gjë. Ja ka marrë mallin, ai me mall vetin tash do të më investu, dëm para. Valla s'kam që me të bo kur të shes, kur t'i bëj parë t'i kthej. Duhesh me bo. Nga si ke përmënu njëri që ki me këthy parët. Ashtë indalum qëfar do i dëmtimi. Qëfar do i dëmtimi është indalum të ndërgëzër. E shiko këj njëri, ka dalë, e pse ka pas arsye. S'ka arë në një, që ka me bo. Me që ka me dalë brega ti me laborqin. S'prish pun. A i kalqu parët apo. I kalqu parët veç me i dalë Allah në fjallë. E pastaj ka shku ekstra taj me aqu parët tjera. 2 herë ka laborqin. A ma i ka dhënë, ja Allah, parët e para që i ke qu, ta ka la zoti borqin. Më ka larë parët të krya, pëtën. Që Allah gjellë vala, aj që dhe me la borqin. Përndaj ka thonë pejgamberi Alej Sallam, në ka uzu që aj që merë borqin, dhe është i sinqert me e kthy. Nuk kur të merë borqin, e merë me njetë për i me e kthy. Allahu e din zemrën e ti, ka thonë pejgamberi Sallam, Allahu i niman me e kthy. E aj që merë borqin, po haj që ashtut, thot pejgamberi sa Allahu si niman me kthy. Se ka marr bosh, jo me net me kthy ato. Ai ka njerëz që merr bosh, nuk boft, mos u boft, s'kam çam me volla, shpirtin s'e merr. Jo ta merr Allahu shpirtin, po kur ta merr Allahu shpirtin gazet që më pas. Andaj më pas kujdes njëri që mos më marr borxhe, por edhe kur merr, më marr thash për çështje nevojshme, më marr te njëri i dur, me koni kujdesshëm në premtim, më u përmbajt premtimit, me kon falënderues e kështu me radhë. Edhe ai njëri i cili do më dhon borxh, nëse ka mundësi më dhon borxh, nimani. Gjendjen e njerëzve apo. Trim parat ose sa shumë e madhe, nuk dëmton shumë, me prit s'ki problem, nimoj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni. Kush i nimon vëllaut vet, i nimon Allahu atina. Kush ja, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja hek një gale një muslimanin në dunja, ja hek Allahu galet e ahiretit. Ati janë golet më të moja. Prandaj edhe minimu. Ma dje nëse ki mundësi, i ki renat, s'prish punë, e sheqini me, po mundot, po si ka mundësi, po ja burë, mos e muna, fale ki borqin. Ti fale Allah gjunat, apo. Me fale borq është mirë, kush ka mundësi, edhe ati që meritan, se ka njerë që s'meriton me u falë. Për shkak se lazrohen, e lipin non stop, po taj se mi falë kë, ja s'ti fali, këthej paret, apo. Ama dikur që një me munohet, e sheq që po munohet, po punane, po angazhohet, një me shijet sinceritet ti, mi a falë tilit, ta falë Allah Azza wa Jalla. Edhe me dhonë bërshë, si me dhonë sadak, është punë e madhe. Prandaj, 2 palë du me qenë të kujdesshëm. Edhe aj që i merë, shumë i kujdesshëm. Mi përdaj që i jepë, me punë i kujdesshëm. Nësi ki mundësit me një mu, edhe një me e meriton personi, jepja. Mos që thuj s'kam. Nga se sada që i paret e tuja rinë të vllajt atje, ti fiton sevap. Ty Allah të shpërblen, ty Allah të pagun. Prandaj kje sap me një mu njerëzve. Një mani që Allah të ju ndihmon juve. Andaj kjo ka një mu Allah gjellore e ka shpërblyja. Prandaj njeri duhet që me koni sinqert në fjallën e dhënë. Kur të e fjallën e dhënë, edhe është i sinqert që ka me qunë vend, Allah ka minimu. A më nëse e fjallën e dhënë, nuk bofti më së bof fjallët e mijen, jo s'janë fjallët e tua. Sa ato si dalin për gojës të në s'janë tujet mo. Apo? Fjalla si del nga goja, së është e jotja mo. Aja regjistrohet, shkruhet dikun, për të kemi dhonë logarit e ka Allahu Gjellë Vala. Por edhe pastaj dhe para njerëzve, a ke thonë vetë. Prandaj njëri me koni kujdesëm se fjalla ka pesh,
fjala është përgjithësi. Edhe në aspektin e fjalës së dhënë, edhe premtimit, edhe borxhit, edhe gjithçka, besimtarët e kujdesshëm, kështu na ka mësuar pejgamberi. Andaj të ndërvozë në përmbyllje, me këtë qasje, me këtë besnikëri, me këtë besueshmëri, ne i dalim në krizën e dunjos. Pse e kem dikun që na beson. Po edhe ka besueshmëri. Nuk ka nevojë me bëhen Zotin për gjithçka, por çuçi përmana i besojmë njëri tjetrit në fjalë. Kjo është më rëndësi. Dhe gjithashtu tjetra që është më rëndësi që muslimani domthonë nuk e ka fjalën veç ashtu me nxirr, po matat mirë, aja vlen me thon, aja vlen me premtu, aja vlen me dhon besë ka dal, a më e maj, a jam i sigurt, pastaj flet. Ama fjalë të kota boshe, premtime domthonë të pa përmbusha, pa përmbajtje, edhe në fund pa kurrë përgjegjësie, padyshim se kjo është e keqe dhe fetarisht e dënueshme. Allah na ruaj nga borxhi. E na ndihmoft me ilan nëse kemi. E na boft Allahu bamirës që kush në krizë minimu. E mi u gjet një unitetit në atë që Allahu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah na ruaj nga fjala e dhën e mos përmbushje. Na ruaj Zoti xhallahu ala mos me përmbush premtimin e me dëmtu dikën. Na mundsoft Allah të jemi besnik, e të jemi sinqert, e të vërtetë në fjalët e veprat tona, nga se kështu Allahu na dën, edhe kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë pjesë, Zoti ju shpëlbeft, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.